Në vitin 2019, vërshtaria e komunës Ravecit në përgjithësi e Kosovës ka qenë e atakuar për një smundje të quajtur eshka dhe sipas përqindjes së infektimit ka pas vrejtë që kanë qenë komplet të shkatruar. Masat deri në atë kohë nuk kanë qenë të njohura, shkaktohet prej një purdhe dhe njihet si smundje e trungut të hardhisë. Përhapet nëpërmjet insekteve, sidomos cikadës, e cila është vektori i kësaj smundje. Në vreshtat e reja nëse vije deri te infektimi, simptomet mund të vren shumë më vonë, pasi paraziti përparon ngadalë. Kështu që mos u lidhen fermerët që mund ta kenë infeksionin në një vegetacion, ndërsa shenjat të paraqiten në vegetacionet e ardhshme. Shkaktarët e tharjes së rrushit janë këpurdhat patogjene, që shkaktojnë dëme të konsiderueshme ekonomike në prodhimtarinë vreshtare. Masat preventive të mbrojtjes, për mbrojtjen e vreshtit nga kjo smundje duhet të jenë preventive. Dhe kemi vërejtë dhe kemi konstatuar që smundja është tepër destruktive dhe ekziston në dy forma. Është forma akute, që i prek domethënë gjethet, dhe ajo kronike që shkatron komplet hardhinë e rrushit. Simptomat karakteristike është prezenca e eshkës në hardhi, paraqitet me humbjen e klorofilit në gjethe, ndërsa ngjyra e gjelbërt shihet vetëm rreth nervaturës kryesore. Simptomat e para janë ndryshimi i ngjyrës së gjethit, tek varietetet e bardha gjethi merr ngjyrë të verdhë, ndërsa nervatura kryesore mbetet e gjelbërt, ndërsa tek varietetet e kuqe ngjyra e gjethit merr ngjyrë bordo, ndërsa nervatura mbetet e gjelbërt. Koha e inkubimit të smundjes është prej fillimit lulëzimit, që është i përgjigjet fundit në muajit maj dhe mesit të qershorit. Në këto periudhë, fermerët duhet të kenë parasysh që të jenë përgatitur që të përdorin insekticidet që janë të regjistruar në Ministrinë e Bujqësisë në Prishtinë dhe të përdorin ato patjetër me 2 ose 3 spërkatje që ta eliminojnë atë vektorin që të pengohet bartja e smundjes në vresht. Smundja përhapet përmes vektorëve, domethënë insekteve që quhen cikada, dhe zakonisht nikoqiri e tyre janë kulpra, si bim nikoqiri e tyre, por edhe vreshti i vjetër. Mund vrejnë domethënë edhe me sy, kështu pa ndonjë mjet ndihmës. Cikada e bartë fitoplazmën, të cilën e vendos në gjeth gjatë ushqimit ose gjatë deponimit të vezëve të saj. Prezantojmë në një vresht të vjetër, i cili në vitin 2019 dhe 2020 ka qenë gati plotësisht i shkatruar prej ndikimit të smundjes eshka. Mirë po me masat që i kemi rekomanduar domethënë fermerëve, kanë marrë masa shumë radikale dhe ka bërë prerje në gjitha trungjeve ose cungjeve të ardhisë. Kanë nxjerrë nga një llastar të ri, të cilën e ka përtri dhe tani vreshti është i riformuar ose i revitalizuar dhe është në prodhim normal. Kjo është pjesa e cungut të ardhisë preme, në të cilën ka pas zhvillime të reja. Pjesa e shëndosh e ardhisë është munduar me mbijetu dhe ka qitë llastar të ri. Me formimin e ardhisë, domethënë me arritjen në gjatësinë e caktuar, fermeri ka bërë prerjen, domethënë ka ndërmarrë një masë rapide, ka prerë cungun e vjetër, i cili ka paraqitur edhe burimin e infektimit dhe ka bërë izolimin e smundjes që të mos përparojë edhe në hardhinë e re të revitalizuar. Ky vreshtë gjatë vizitës tonë në vitin 2019-2020 ka qenë pothuajse 95% i prekur i atakuar prej smundjes dhe gjaset që ky vresht të mbijetoj ka qenë shumë të ulta. Mirë po me angazhimin e fermerit, me ndërmarrjen e këtyre masave rapide, e kem tani një mnesht të mirë, të gjelbër, të shëndosh. Domethënë është një prej hardhive të atakuar nga smundja. Mirë po me angazhimin e fermerit është revitalizuar. Domethënë shihen këtu trungu ose cungu i qarë i hardhisë rrushit si pasojë ndikimit të smundjes së eshkës në hardhinë e rrushit. Kjo është domethënë bime e vjetër, tash e kemi të ripërtritur.
fermerit i mbetet që ti eliminoj, domethënë pjesë të smura dhe ti qet nga vreshti dhe ti djeg atë. Këtu janë dy individ, brenda një hardhije, është pjesa e hardhis vjetër, është cungu i vjetër i hardhis, po fermeri ka zgjedhur domethënë një ripërtritje, një filiz 3, të cilën e ka menaxhuar, e ka sjellë deri në prodhim, ndërsa i mbetet që në vjesht ose në pranverën e hershme pjesën e nekrotizuar të vdekur të cungut, ta prej, ta eliminoj dhe ta qet nga vneshtja dhe ta djeg. Në zonat ku është përhap më shumëti, domethënë rendimenti ka qenë zero. Dhe ka qenë rrezik që ato vreshtë të shkulen dhe të digjen. Mirë po, ashtu si e përmendëm, me angazhimin e fermerëve dhe me ndërmarrjen e masave fitosanitare, të gjitha në përgjithësi domethënë vneshtët janë ripërtri, janë revitalizuar dhe me vazhdimin aty në masave vneshtët janë në prodhim. Nuk ka pas nevojë që të nxiren, që të shkulen, që të digjen dhe që të hyjet në investime të reja. Domethënë është një shembull kështu. Kështu ka qenë një prej masave. Fermeri ka bë domethënë shkurtimin e hardhisë së vjetër. Para nesh e kemi një hardhis që ka qenë e atakuar prej smundjes, që ka qenë gati domethënë në vdekje. Mirë po me përkushtimin e fermerit kjo hardhi ka arrit me u ripërtri ose me u rivitalizu. Po i shohim shenja domethënë të smundjes. Është cungu i vjetër i cili ka nekrotizuar, është i vdekur. Mirë po, duke e shfrytzuar domethënë vitalitetin e bimës, hardhia ka nisë me qit domethënë llastar të rinj. Fermeri domethënë ka menaxhuar edhe e ka prap hardhijen deri te gjendja që e ka pas përpara. Domethënë janë shenjat ende prezente, ashtu se si e theksuam. Domethënë smundja nuk largohet as lehtë, mirë po me masat adekuate kjo smundje mund të kontrollohet dhe hardhia të revitalizohet dhe të sillet në prodhim prapë. Domethënë këto janë shenjat e indikimit të smundjes në hardhin e ripërtritur. Çdo vëreshtar me përveshtar i ri që planifikon të mirën për prodhimin vërshtare duhet bazohet në gjendjen ekzistuese sa i përket prezencës së eshkës në zonën vërshtare, si sëmundje destruktive dhe pashërueshme. Kjo duhet të ndihmojë që të ndërmerr masat paraprakje, sidomos ato në aspektin fitosanitar që nga momenti i caktimit të ngastrës ku do të ngritet vreshti, punimin të tokës me mjete të pastra, sigurimin e fedanit të certifikuar dhe nga prodhuesi i njohur deri te përdorimi i mjeteve të dorës, me anë të cilave shkakton trauma në hardhi, në baza të rregullta, përdorimin e mjeteve dezinfektuese gjatë çdo prerje duke ndjekur hapet e cekura me lart.